një panoramë trisht e një drejtësie të dhunuar, ku 21 janari është ana tjetër e medaljes, ajo e drejtësisë së vonuar. 15 vite nga protesta 21 janarit 2011, ku 4 pjesëmarrës u vranë në bulevardin para kryeministrisë, Edi Rama, në cilësinë e kreut të qeverisë socialiste, nuk i kurseu kritikat ndaj të ashtu quajturës drejtësie re. Deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Në ceremoninë me familjarët e viktimave tashmë dëshmor, kryeministri ndau kritika edhe për SPAK, që sipas tij po ecën me hapat e breshkës me hetimet për 21 janarin. Fatkeqësisht për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet dhe pushtetit politik në Shqipëri, të cilat SPAK-u merret drejt për drejt. Ndërkohë që kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime. Por duke theksuar se 21 janari është cilësuar krim shtetëror, kryeministri shtoi se nuk do të mbetet kurrë pa ndëshkuar. Madje kujtoi se ishte shtys për reformën në drejtësi. Po ndërkohë 21 janari ka një specifik, ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Duke u rikthyer 15 vite pas, Rama e konsideroi kryeministrin e asaj kohe Sali Berisha provokues të protestuesve që pa nisur protesta, por edhe në momentet më të ndezura të saj. Përveç një veture e cila u filmua duke hyrë në portën anësore të hekurit, hapur çuditshëm nga brenda si një ftesë në një kurth, askush nga protestuesit nuk bëri asnjë përqapje për ta shkelur perimetrin e ashtu quajtur të sigurisë. Theksoi se nuk ka trajtuar zotimin dhe ka krijuar kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, por shtoi se 21 janari është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Drejtësia për 21 janarin është themel moral për drejtësinë e re dhe për shtetin shqiptar të së drejtës. Të tjerat janë si hetimet dhe gjyqi i kafeve të Nexhmijes. Kryeministri bashkë me familjarët e viktimave të 21 janarit, shoqëruar nga antarë të qeverisë dhe përfaqësues të Partisë Socialiste, vendosën karafila të kuq në pllakat në bulevard që nderojnë Ziver Veizin, Alex Nikën, Hekuran Dedën dhe Faik Myrtajn.